se na erdhe moj profesoresh, mirë se na erdhe se gjithmonë vjen me lajme të mira. Edhe për gjërat mira, thoj. Po, sidomos në këtë kohë kemi shumë nevojë, çështo me ndjek një koncert, një festival, me prit mysafir. Edhe kësaj here keni se çka më ndëgju. S'morë ndonjë ftesë për parti politike, jo? Jo. Jo? Faleminderit mirë jam. Jo, e di që e mirë. Një herë kam provu. Ka qenë mirë, përvojë e mirë, pa ta hyni në garë. Në 2019-ën. 2019-ën? Po. Me cilën parti ke qenë, moj? Kom pas hy me një grupim që ka qenë AK dhe atë kohë PSD. Okej, edhe? Nuk pata sukses, edhe mo, e kryvat. Edhe kur mo? Ka thënë, ma mirë me muzikë. Ma mirë me muzikë, është edicioni 16. Po, faleminderit. E diskutova derisa po të prezentoja, kur e keni fillu edicionin e parë? A e keni pa veten edhe te i 16? Me të thënë të drejtën, kur e kemi fillu në 2010-ën, ka qenë diçka e paparamendume që do të bëhet një festival ma i gjatë, po e patëm fillu se me 2009 u formum si shoqatë kosovare Chopin, e me 2010 qëlloj me qenë ditëlindja 200 e dhe Chopinit, si do të thotë si përvjetor. Edhe na si shoqatë e re e Kosovës, më thë si shoqatë Chopin që ishim pjesë e Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave Chopin në botë, që janë nga mbi 40 vende anëtare, edhe si federatë është pjesë e UNESCO-s, dyqysh e konsideruam si një obligim moral që pa tjetër duhet me shënu ditëlindjen e Chopinit. Prandaj u qumë e bëm një festival atëherë në vitin 2010, doli shumë i bukur, u pëlqye shumë nga publiku, hajtë edhe vitin ashëm, hajtë edhe vitin ashëm. U bon 16. U bon 16 vjetë. Ta është pëlqeshëm edhe me frustreshën Leila nga njerë, po na duket diqysh si shumë letë për shkon puna, se vitet e para ka qenë shumë ma vështirë, derisa me i bindë dhe institucionet që për shembull ka nevojë për mbështetje për një festival të tillë, edhe me komunitetin e biznesit, me njerëzit, kurse tash një farë mënyre është bo tradicional, edhe është bo një farë lloj ngjarje, një brand që një farë e përfaqëson edhe Kosovën. Mbas jemi te përkraja, cila ka qenë ndër këto vite institucioneve? Ka qenë shumë mirë dhe është rritë në vazhdimsi. Domethënë para 2 viteve ne përfundimisht e kemi marrë mbështetjen 3 vjeçare nga Ministria e Kulturës, që ka qenë shumë mbështetje e fuqishme dhe e rëndësishme për ne. Normalisht komuna e Prishtinës gjithmonë ka qenë pranë nesh, ambasadat e ndryshme prej vendeve, për shembull këto kohët e fundit me Komisionin Evropian gjithmonë e shënojmë ditën e Evropës me ne, do të thotë me koncertin që organizojmë, edhe kësaj radhe e hapim me 7 maj të ejtën me 2 muzicente nga Italia, 2 motra binjake që janë piano dhe violin, janë shumë të njohura, shumë të mira, edhe kemi ambasadori italian në fakt ka shpreh dëshirën me i përzgjedh ato dhe me mbështet këtë mbrëmjen e parë, kështu që e shënojmë së bashku ditën e Evropës me këto 2 artiste. Pastaj me radhë vinë 2 artiste të tjera nga Polonia që jetojnë në Vjenë me datën 12 maj. Edhe ato vinë me një risi sepse sjellin edhe këngët e Chopinit. Ju e dini Chopinin që është kompozitori pianos, por ai ka kriju edhe cikël të këngëve dhe ne kur shprehemi në muzikë themi kur luan Chopin dush me këndu, gishtat duhet me këndu, sepse ai me të vërtet i ka melodit shumë të bukura, sikur këngë. Edhe mandej me 14 maj po ashtu vjen një duet tjetër, që është nga një kombinim Sloveni dhe Greqi, një qift muzikantësh, cello dhe kitar. Mastaj me datën 18 vjen një pianist francez, Ingmar Lazar, me 21 festojmë ditën e pavarësisë së Malit Zi bashkë me ambasadën dhe me një pianist të Malit të Zi, Boris Kravljević, i cili është një nga më të mirët në rajon dhe momentalisht punon jeton në Malezi, është antari jurive të ndryshme të garave, profesori pianos. Me datën javën e 25 dhe 28 maj e kemi javën e fituesve të Chopin. Për dëgjuesit nështë kur flasim na çka është gara Chopin në botë, që është gara ndërkombëtare në botë çdo 4 vite, ajo është sikur olimpiadë e pianistëve, po themi, edhe ne kemi fatin që në këtë edicion vjen fituesi i vendit të dytë të herës së kaluar, një sloven, Aleksandar Gaxhiev, edhe mandej me 28 vjen pianisti që ka qenë si vjet favorit i publikut, por që nuk fitoj,
çmimin e parë, por gjithë audienca do thotë e garave Chopin në krejt botën ka votuar edhe ka parapëlqyer atë si fitues të mundshëm. Ne jemi befasu për të mirë që ai ka pranuar me ardhmen në Prishtinë se kërkesat për te për me koncertu kanë qenë menjëherë nga të gjitha vendet e botës dhe kemi pas shumë fat që ai ndoshta e ka shikuar programin, i ka pa emrat aty edhe ka pranuar me ardh. Edhe me datën 31 kemi një pianiste hungareze, gjithmonë bashkëpunojmë me ambasadën, ata kanë dëshirë, domethënë si një bashkëpunim kulturor, me sjell artist nga Hungaria të ndryshëm, vjen një vajzë këtë herë për dallim. Edhe mandej me këtë përfundojmë muajin maj, në qershor deri me 10 qershor kemi 2 mbrëmje të cilat janë të rezervuara për trit, për fëmijët e vegjël që janë po ashtu tanët, shkollat e ulta dhe shkollat e mesme, me datën 3 qershor e quajmë mbrëmja laureatëve sepse ka aq shumë fëmijë edhe ne kemi vurë si kriter me i përzgjedh ata që kanë fituar çmimet e para nëpër gara të ndryshme, kemi një plejad, po themi, të fituesve që janë shumë të mirë, edhe është shumë kënaqësi dita me i pa ata fëmijë të vegjël me aq përkushtim si do thotë i studiojnë për ndonjë instrument ose për këndim, ti duhet me shërby si model ata dhe për fëmijët e tjerë. Po kur marrin pjesë në garat e botës të Chopinit, a ka një shqiptar që mundet me marrë pjesë në këto gara, se edhe ne kemi pianistë mirë shumë. Tash ajo është si tash olimpiad. Ne në këto për shembull në olimpiade kemi pas Majlinda Kelmendi, një Majlind, një Distria, ndoshta del edhe një Majlind. Por të mundshme e kemi me garu. Po tjetër. Ajo është garë shumë e vështirë. Po themi nga e gjithë bota, sidomos për shembull bota aziatike, ka shumë pianistë dhe ata marrin pjesë, por kur nuk themi kur. Ne inkurajojmë. E pastaj kemi një mbrëmje për studentët me 4, studentët edhe artistët e rinj që sapo kanë filluar karrierën, edhe disa dhe janë po ashtu më të establishuar, po gjithmonë një mbrëmje rezervojmë për artistët tonë. Për të mri pastaj të 2 mbrëmjet e fundit që janë kulminante, po themi, edhe në kuptimin e artistëve që vinë edhe në llojin e programit, vjen Eno Peçi, balerini nga Vjena, me datën 7 qershor bashkë ditën e zgjedhjeve. O zot. Kështu që njerëzit në të shkojnë, le të votojnë, mos t'i presin rezultatet në shtëpi me u bë nervoz, le të vinë, le të relaksohen me koncert, mandej dikur i marrim vesh. A fillojnë të gjitha në të njëjtën kohë? Të gjitha. Dhe janë në të njëjtin vend që t'i adresojmë dëgjues? Jo, domethënë shumica e koncerteve deri me 7 qershor janë në amfiteatrin, atje ndërtesa me xhamat kaltër te Udhkryqi i Menzës, Instituti i Historisë. Okej, po. Shumica fillojnë në 8 përpos koncerti i fëmijëve në orën 7 dhe mandej koncerti i fundit, i cili është me 10 qershor. Ky 7 dhe 10 janë në Klan Arena, për shkak se duhet kushte specifike, thash kjo për Enën duhet baler që ka me pas performancë baleti bashkë me balerinën tonë Mergime Morina. Me cilën datë ishte? Me 7 qershor, ditën e zgjedhjeve. S'ka problem, ma mirë bim shohim balet. Kurse me 10 qershor që është për mbyllja, ai koncert do thotë me 7 qershor është edhe pjesë e festimeve të ditës së çlirimit të Prishtinës bashkë me komunën e Prishtinës, edhe përfundojmë si zakonisht, po them, herave të kaluara me një bashkëpunim me Filharmoninë e Kosovës që kemi tradit, sepse pianon gjatë festivalit e shohim në role të ndryshme, qoftë si solo, recital, qoftë si duet, si pjesë e grupeve më të mëdha, edhe ajo kurora është do të thotë koncertet për piano dhe orkestër. E kësaj radhe kemi një super artist shumë të njohur, Fazıl Say, është një pianist që është me origjinë turke, por është momentalisht mund ta shikoni në internet në një turne në gjithë botën, momentalisht është në Evropë, në vende të ndryshme. Ai ka kompozuar edhe vetë, është edhe kompozitor, një koncert për piano dhe orkestër të quajtur Mother Earth, ja ka dediku planetit Tokë, edhe ka kështu si një kampanjë në gjithë Evropën, një thirrje që për me mbrojt planetin ton, edhe për këtë duhet me thonë që kemi pas shumë fat mbas 3-4 viteve përpjekje me siguru me ardhë në Kosovë. Ky koncert edhe i 7 qershorit mbahen në Klan Arena se kërkohen kushte, për shembull për Fazıl Say është dashur me pruv pianon apostafat nga Vjena, vetëm për 2 ditë, duhet ta sjellë. Dishta me të pyet edhe me kthy. Dishta me të pyet
me qenë se të njo edhe e di që ti ke pas punë edhe me artista të muzikës klasike shqiptare edhe të huaj. Sa të zërshëm janë, edhe sa dallojmë. Vërtet shumë sa është problem me punu me ta? Kemi shumë fatë, se po të them, Edita, zakonisht ka pas edhe artist për shembull kur profesorisha Leila i kontakton, edhe pyetjen e parë pyesim për shembull sa vende i ka salla. Edhe si ti thuti që po a di çka na skemi sallë koncertale një herë, po jemi tu e përdor një sallë, thjesht aty përfundon. Refuzon. Ose për shembull thonë, a keni Stanway, piano, jo, edhe me një herë vjen refuzimi. Po them, ka pas si raste. Po shumica aty për këto 16 vjet dhe mund të them që kemi sjell top artist, top pianist të cilët me të vërtet i bojnë nder edhe festival, po edhe Prishtinës, edhe Kosovës si vend, prandaj edhe të tjerë mandej shumë alet po vinë se e shohin kush ka qenë këtu, edhe jemi befasu që ata kur kanë ardhur, po them për shembull artisti Janina Fjalkovska ose Peter Donoho ose Giovanni Bellucci ose Stefan Vladar, s'po mbin mend gjithë, Vadim Kolodenko vjet që për shembull është një nga pianistët që një pjesëtari i korit diplomatik këtu në Kosovë tha unë thjesht nuk muj me besu që në Prishtinë po shoh domethënë artist edhe koncerte të tilla. Na friguohemi gjithmonë adin edhe i themi të gjitha ato problemet në fillim, mirë po aq shumë gjejmë mirë kuptim edhe për çmimet, se ne këta top artistë që po i përmendi, do të thotë çmimet e tyre në koncertimet e tjera janë... Sa shkon shifra për ta? Po tash më varet për shembull ka 3.000, ka 5.000, ka edhe 15.000. Dhe kjo zgjat shumë. Po mendoj ka disa data që është projekti kushtueshëm. Po, normalisht ne për shembull me pas mbështetjen e fuqishme të institucioneve në radh parë, që thash mandej të ambasadave që plotësojnë nga pak kostot për secilin artist. Në rastin për shembull të Fazil Sej, ambasada turke, te banka gati se komplet e marrin. Po mysafir sa ka profesorish, sa e duam ne? Çdo mbrëmje ne aty, ajo salli zë dikon 300. Dhe është plot. Dhe ndonjëherë edhe nuk ka vend. Sa mirë. Shumicën e rasteve, që për shembull dje shikova për mbrëmjen e parë, do thot kanë mbet vetëm edhe disa rezervime të hapura aty në Event Bright. Tash ti dikush thot pse s'po i bëni me bileta, disa i kemi me bileta, këto dy të fundit që do të jenë në Klan Arena janë me bileta sepse edhe ka shumë interesim edhe prej rajonit për shembull për me ardh, edhe duhet dyqysh me... Ku i marrim ne gjitha informacionet? Në Facebook, në rrjetin social, në web faqe. Si e shkruajmë Facebook? Shopping Piano Fest Prishtina. Që aty i kemi datat, i kemi adresat, programet, artistët, fëmijët pranohen? Po. Po pëse vajza ime tash ka nis me piano, mund t'i duket interesant. Jemi festival child friendly. Okay. Family. Po, family, se kemi aty edhe në Asociacionin Evropian të festivaleve ku jemi po ashtu të promovuar, edhe është një kategori aty, a jeni child friendly. Okay. Kështu që, po du me thonë e ditë që është një kombinim i promovimit të pianizmit në radh parë, i repertorit, promovimit të muzikës klasike. Sa zgjat një event? 1 orë e gjys me pauzën, për shkak nëse fillojmë 8, është një pauzë në mes, e kemi aty barin e Sirius Wine. A kthehen gjithmonë njëjtë? Kthehen, me zipresin, edhe mandej mbesin zakonisht në fund, për shembull nëse ju pëlqen shumë artisti Duart Rokesin dëshirojnë me kthyer edhe disa herë. Edhe në fund, kur kemi për shembull koktej, rrim, shoqërohemi, kanë mundësi me taku artistin, me uru. Është një rast shumë i rrallë, për shembull unë kur isha në festivalin e Edinburgh, ne si publik nuk mundishim me taku artistin mas koncertit, vetëm disa njerëz të përgjedhur mundishin me shku në backstage. Kurse këtu te na për shembull e shohin aty, bëjnë foto, bisedojnë, mundin me marr kontakte, është shumë dyqysh ma e afërt, po më duket atë karakteristikën që kemi ne si mikpritje, si popull mikpritës, e tregojmë, kjo mandej i shtyn ata me ardh prap, me kërku edhe me ardh. Përkundër po them këtyne mungesave që i kemi, jo salla. Ndoshta duket e tërë për të unë sa herë e përdori edhe përmendi këtë shqetësim, po me të vërtet, do të thonë mungesa e kushteve të domosdoshme është problem, jo për shkak që kemi qef mua në ku. Po tash parlamenta për shumë i pas 300 vetë në salë, edhe pianisti e ka programin nëse artistët që janë, e ti s'ke aty për shembull air condition, nëse është nxehtë, nëse është ftoft
s'ke nxemje në sallë që ndodh ndonjëherë, edhe pse tash pak janë përmirësuar kushtet në atë sallën që e përdorim ne, po ndodh ndonjëherë. Na ka ndodhur mos me pas rrymë ndonjëherë. Unë nuk e di a ka popull ma të padorzuar se sa na, pavarësisht kushteve, ne prap vitin arshëm ose këtë rast 16 vite me radhë nuk heqim dorë nga organizimet. E di që ndoshta rregullat e kështu përmendje sponsorëve janë të ndryshme te ju, po me të vërtet ka jo, në rastet kur përkrahin projekte si këto, nuk vendosim kufi. Sepse me të vërtet, po e them kështu për tu arsyetu, po mos me pas këtë zemër të hapur të gjithë këtyre përkrahësve, e çka është shumë e rëndësishme përpos që thash institucioneve dhe ambasadave që në mënyrë ata e kanë këtë si funksion, si diplomaci kulturore, tash ambasadat në mënyrë garojnë se kush me sjell cilin artist edhe cili me marr hapje. Ambasadori francez sa herë takoi thotë sa ke shumë muzikë franceze në radio. Ma ka nis një listë, ma ka printuar këngëve, lutem lëshoj në radio, nuk patjetër. Na kemi pasë bizneset zakonisht adin janë të interesuar ndoshta më shumë për këto koncertet masive që janë Sani Hill e këto, po interesant kësaj radhe kemi gjetë shumë përkrahje të mirë edhe me dëshirë kanë përkrah. Për shembull, kemi 2 sponsor të po themi Gold, që kemi Alexander Chapman, është një kompani këtu që vepron, është kompani rekrutuese që me shumë përzemërsi ka pranuar me na mbështet te banka që mbështet pothuajse një pjesë shumë të madhe të këtij të ardhjes së artistit Fazil Saj. Kemi Prishtina Mall që është po ashtu me ne, kemi Exclusive Group që është na u ka bashkangjit për herë të parë, kemi Gekosin, kemi të gjithë partnerët e tjerë Meditek, edhe mandej partnerët që na ndihmojnë për me promovu si RTK, Koha, Ju, të gjithë televizionet, por edhe krejt partnerët që kemi që bashkëpunojnë me neve për me realizu këtë festival. Milky Way, Sirius Wine, Forma Studio, E-Taxi, Hotel Manami, Hotel Emerald, nuk nështë po herojnë ndonjë, po gjitha do t'i gjeni aty në webfaqen tonë. Unë vetëm mund t'ju them nga zemra faleminderit gjithve, që një familje jemi bu një familje e madhe, edhe në këtë përvjetor të 16 jemi rrit edhe në cilësi, edhe në sasi, edhe në numrin e miqve që e përkrajnë, edhe besoj që deri tek përvjetori i 20 i festivalit do ta kemi edhe sallën, do ta kemi pianon ton, pa pas nevojë me shku me ma. Është edhe një gjë e mirë, dita që për shkak ministria shumë ka ndihmuar në këtë aspekt, edhe jo vetëm për shkak të përkrahjes, por e ka sjell, i ka pajis të gjitha institucionet me piano të reja. Kështu që ne në sallë tash kemi një piano të re, Shiguru Kavaj. Ti e ke ditëlindjen sot më? Po. O, zati madhani, po. Le shopping festin. Urime ditëlindja, moj. Arta po ta uron shumë. Shosja jote. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Faleminderit që erdhe për ditëlindje to. Happy birthday. Urime moj. Festofsh edhe shumë për vjetore të shopping festit. Telefoni spontanit për mëngjesit edhe unë ty thom. Jam të Edita në radio. Arta po ta uron shumë, ne gjithë stafi ta urojmë ditëlindjen. Ku ka më mirë se mos u plak shkur moj. Ja, kështu ka që fort duke organizu festivale, Krah Janit, fëmijëve tu. Faleminderit. Po jo, do me thënë që kjo nuk është organizimi një individi. Do me thonë, na jemi një ekip shumë i madh në krye me profesorishën Leila Pula, pa pa mjeshtrinë e saj, do me thonë, për një përvoj prej 50 vjeqare në pianizëm, me të vërtet ti mundesh me organizu gjithçka logjistikisht, por do me thonë, kur e ke produktin e mirë dhe kur e ke përmbajtjen e mirë, cila është merit kryesisht e profesorishës Leila, ne mande ekipi unë, Shega, Vlera, Rigoni, Ardea, Njomza, Genta, edhe duke s'ka asnjë organizim, s'ka asnjë organizim që s'ka një pula brenda ekipës. Sidomos të këto me Vlerë, Luzha e kështu me radhë. Po jemi vërtet një ekip edhe madhe dhe shumë e përkushtuar edhe pothuajse si një familje që
vetëm fal një bashkëpunimi të tillë mundemi me ja dalë dhe me pas sukses. Juve ju shkoft mbar, faleminderit që erdhe në studio. Urime profesoresh prap ditëlindjen, përshëndetë shumë zonjën kur shkon te shtëpia, e përqafi shumë se e di që na ndjek vazhdimisht. Faleminderit. Qofshim e gjatë. Shumë faleminderit. Të fala Arianit, mos se kemi dëgjuar tash sa kohë ka thirr, di çka ka ndodhur me Arianin. Poezi në Facebook. Ata lexojmë? Lexojmë nëse do. Pret, çai ka shkruar Ariani zonjësve? Ti mësojmë edhe burrat ton pak. Anja Ariani, s'duket kështu shumë, apo vetëm për ditëlindje apo e bën shpesh? Jo, gjithë është romantik i fshehur. Precëm duhet me gjetë ku është, sa faqe i ka Ariani? Për gruan time të dashur. E cila ndriçon çdo cep të botës sime. Dashuria jote është melodia ma e bukur në zemrën time. Ndërsa shkëlqimi yt më frymëzon çdo ditë, të dua pafundësisht. Gëzuar dita e lindjes Besa. Besa, postimi bukur. Jo s'din Ariani. Din. Që 30 e sa vjet me muzikë klasike, me romantik, me Chopin, patjetër që ka me ditë. U plakshit bashk. Shumë faleminderit e dita. Shumë kënaqësi që po ata suksese me Shopping Piano Fest Prishtina. Faleminderit. Shihemi patjetër atje, me kënaqësi. Ju mirëpresim. Unë po kthejna 2-3 minuta, veç ta përshëndes profesoreshën, e kthejna shumë shpejt me ju.